e ka drejtë. Unë jam Sunaj Ademi, jam kushërin i Vedatit. Me Vedatin kemi qenë në Gjermani që 6 vite bashk, kemi jetu, kemi punu. Sot ndodhemi pranë shtëpisë së Vedatit, i cili ka ndërtu për me jetu këtu, mirë po shkaku i një neglizhence në spitalin e Kumanovës dhe për fat të keq ndroi jetë. Vedati nuk arriti ta gëzoj shtëpinë për shkak të një gabimi të një mjekut i cili ndodhi ky rast. Kjo është për neve për një tragjedi e madhe, me shku gjatë i ri 32 vjeçar. Kjo s'kam koment, kjo vetëm te ne mundet me ndodhë. Unë jam Sad Ademi, vllai Vedat Ademit. Vedati i cili na shkoi për neglizhencën nga mjekësia në spitalin e Kumanovës. Për me të pamën e kemi shtyllë 2 ditë plus. Pas mbylljes të pamës, kjo punë ka me vazhdu, domethënë, deri në fund, derisa të zbardhet se kush u kon fajtor, pse u kon fajtor, qysh. Se nuk mundet të shkosh në spital për të shëruar edhe të përfundosh i vdekur. Unë si vëlla nuk ende më duket si ëndër. Nuk mundet ajo shkak i neglizhencës me të shku fëmia e vllavit me më shku për sene që ka mujt mu parandalu, për sene që nuk është në rregull kjo. Një porosi për institucionin që të zbardhin rastin, mos të vjen e puna apet me ndodh i njëjti sen, me dalë përgjithësi, me morë përgjithësinë kush u konën përgjegjës për këtë punën, që të parandalohet që mos ndodhe përsëri kështu.